Pak më tu. Më duket do na e bësh kastile për ta sabotuar, se ata do bëjnë zhurmë se s'bën. Dhe na bësh kastile, mos ma thoj mua dhe na bësh kastile. Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi me profesor Engjëll Luka. Pas shumë mungesash, kam përshtypjen dhe gjithmonë e ka vërtetuar që ka diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Engjëll, përshëndes. Uroj që ti jesh mirë. Faleminderit. Faleminderit. Çfarë bëhet në botën tënde dhe botët e atyre që ti po ja bën aq lëmsh sa ata janë vetë lëmsh? Jo, ata lëmsh janë, lëmsh e kokës s'kan ku të vinë mes se unë po mundojmë ti ndërgjegjësoj, ti sapo e more përgjigjen e atyre që s'ka përgjigje, se s'ka përgjigje është përgjigje. Tani ja thash, ka 2 ditë që më ka ardhur përgjigje, por qëndroi aty. Sekretarja për marrëdhënie me publikun në prokurorinë e Tiranës, e thot Altini, ma tregoj dhe mua, do t'ja tregoj dhe juve, që i ka kthyer përgjigje kërkesës Altinit për të marrë intervistë prokuror Leonard Filopatit dhe OPG Shpëtim Karakushit, që janë 2 persona të cilët unë kam kallëzuar dhe të gjithë retorikës që kemi bërë me Engjëllin prej kohësh. Dhe sekretarja ka kthyer përgjigje, kërkesa jote nuk pranohet apo refuzohet, si doni quheni ju. Po si është nga ana ligjore këtë Engjëll, drejtën e informimit? Jo, ata kanë të drejtën të refuzojnë, po kjo në vetvete është përgjigje, kuptohet. Po pse refuzojnë ata? Ata refuzojnë sepse natyrisht nuk kanë argumenta për të bindur publikun se ajo që kanë bërë është brenda ligjit dhe se ata nuk i kanë cënuar të drejtat e mia. Ata i kanë cënuar të drejtat e mia shumë rënd. Dhe prandaj janë kallëzuar dhe do të vazhdojnë veprimet ligjore deri në fund, derisa e vërteta të zbardhet plotësisht, ata gjithse kush që ka bërë gabime, domethënë faje, të marrin ndëshkimin që meriton, sipas fajit e kështu me radhë. Unë shoh që ti ke një lloj qetësie për shkak se ti je mësuar me këtë pjesë. Pra, a është normale ky reagimi i tyre në këtë formë? Shiko këtu. A ndodh në raste të tjera? Ndodh tek të gjithë ata që nuk kanë mundësi të jenë transparent, sepse përgjigja ata i nxjerr fajtor. Dhe është ndryshe kur të thot tjetri je fajtor, ndryshe kur e thua me gojën tënde që je fajtor. Po pse refuzojnë ata? Po pra se përgjigja do t'i nxirrte fajtor dhe pranimi i fajit përpara medias është një pranim faji edhe para gjykatës. Domethënë ai me gojën e vet do të pranonte që të dënohej drejt për drejt. Prandaj se bën. Edhe shmangja pra në këtë mënyrë. Po sigurisht pra, shmangja për të zgjatur sa më shumë pra le të themi edhe shpëtimin e tyre. Këtë punë kanë 17 vjet që bëjnë ata, po tani ka ardhur një pikë ku provat janë mal, janë të pakundërshtueshme, janë prova të dokumentuara dhe asnjëri prej tyre nuk do të japi përgjigje sepse është fajtor. Pikë. Vetë me dosjet, me problemet që kemi ta, ku jemi tani? Përsa përket... Ku jemi, ajo që jemi është fakti që këta lloj njerëzish, pikërisht këta, nuk duan të bëjnë veprimet që kërkohen në ligj, nuk duan veprimet që janë pranuar nga gjykata. Gjykata më ka dhënë të drejtë kërkoj të bëj veprimet. Leonard Filopati vazhdon gënjen. Edhe tani para një jave ka gënyer shefin e seksionit, i ka thënë, jo tha, unë kam bërë regjistrimin, po ai ka regjistruar atje një procedim penal që s'ka fare, domethënë që e ka shpikur vetë. Jo atë që ka thënë gjykata. Ai ka të drejtë të regjistrojë çdo lloj procedimi penal në bazë të indicieve dhe provave që ai grumullon vetë dhe t'i bëj kryesisht, por ai në asnjë lloj mënyre nuk mund t'i shmanget detyrimit që i vjen nga gjykata. Ai ka një detyrim nga gjykata dhe ati nuk mund t'i shmanget kurse si. Shmanget nga ai lloj detyrimi është vepër e rënd penale, sepse ai lloj detyrimi në fakt ka të bëjë me paratë që duhet më kthehen mua. Domethënë ai drejt për drejt po më grabit, drejt për drejt po më mban peng, sepse unë nuk bëj dot asnjë gjë që duhet të bëj. Dhe këtë po ta shikoni qartë në ligj, e kupton edhe më bufi, më budallaj, e kupton që një njeri që ka një mal me para nëpër banka, po s'ka asnjë para në xhep, është i mbajtur peng, çfarë është? Kështu që s'kemi më ndonjë gjë për të thënë atyre, njerëzit duhet ta kuptojnë që sa kohë që ata veprojnë kaq ashiqare kundër meje, edhe domethënë kundër njeriu që ka eksperiencën, njeh ligjin e tjera, imagjinoni çfarë ju bën ata të tjerëve. Imagjinoni çfarë ju bëjnë ata. Domethënë, në momentin që ata gjenden në një situatë ku shkelen interesat e tyre kriminale, ata nuk kthejnë me përgjigje. Vazhdojnë krimin praktikisht.
Kjo është metodologjia që kanë ndërtuar ata duke i stegur njerëzit dhe zvrapsen në smerët kush me problemet që ka. Gjithmonë këtë punë bëjnë, bile shtyn edhe njerëz ka Ka një të dytë si puna e Angel që merret kaq shumë. Si une? Që kanë në dyert e prokurorive, gjykatave. Ka njerëz që i kanë futur vetë. Që i kanë futur vetë. Po pra, Për çfarë arsye? i fusin vetë ka stile për të thënë që mos e si e i vetmi ti. Si e vetmi. Një dhe e dyta, i shtyn dhe të tillë që të japin përshtypjen që domethënë ti me të vërtet ke një vendim të formës prerë, po s'është e thënë që bëhet. Edhe nxjerrin nga njëri që thotë dele edhe i me një copë letër që ja kanë dhënë ata vetë, e thotë që shiko kam edhe unë 7 vjet që po pres më kanë marrë pronën. Është njëri atje që e kam kallzuar unë një 3-4 herë, se ka marrë pjesë në vrasje, domethënë kanë ndihmuar vrasjet të zhdukin provat, kryeprokurorët e Tiranës, kryeprokurorin më saktë, edhe me gjithë farë maskarallaqesh ai futet në institucion me institucion për të sabotuar. I nxitur nga ata vetë, i paguar nga ata vetë, nga prokurorët. Edhe ai që sikur ka një mal me halle. Domethënë këto lloj skemash janë tejskashmërisht kriminale. Të nxitur, Jo, nuk kuptojnë fare do. Jo, i kuptoj unë se ri në dyert e tyre dhe njoh mënyrën se si veprojnë ata, se njëri tjetër ata tallin e bën lolo, gjithë jetën po të duan. Angel, ne sot jemi zhvendosur fiks në pikën më të rëndësishme dhe kulminante të kryeqytetit Tiranës, sheshi Skënderbej. Pra është sheshi Skënderbej gjithmonë është vendi më i rëndësishëm i shqiptarëve. Vendi më i rëndësishëm, po është më i parëndësishëm për shkak se Skënderbeun e asgjësojnë gjithmonë, jo e rrethojnë, e mbulojnë. Tani se çfarë po bëjnë tu, po ndërtohet një Më fal për shprehjen Skënderbeut i ashtu ato të kalit. Ato të tjerat nuk ka shans ti prekin patjetër. Po çfarë po ndodh? Pritet që të ketë një vend madhështor në Shqipëri pas disa ditësh, e gjithë Europa ne kemi folur shumë herë atë takimet, pravaskenat, gjërat. Në mendësinë e shqiptarit, po edhe në përgjithësi në politikën ndërkombëtare, mikpritja e njerëzve natyrisht sipas rangut merr dhe ajo rëndësinë e vet. Shqiptarët nuk e kanë të jashtëzakonshme mikpritjen, e kanë më së zakonshme. Mikpritjen e miqve europian nuk e kanë të jashtëzakonshme, kanë më së të zakonshme, e kanë më së të mikpritur. Po, unë do të them ato që dua të them. Natyrisht, tani, përveç atyre që do të themi që ne duam Europën, gjysma shqiptarëve janë në përvendet europiane, jetojnë atje, tjera. E që shumë shpejt do futemi në Europë. E që do futemi ose s'do futemi s'ka rëndësi, se Gjermanët thonë jo, po s'ka rëndësi kjo. Fakti është që jemi në një partneritet. E kupton? Jemi në një rrugë që mendojmë se do të na bashkohen interesat e tjera. Tani ardhja e këtyre liderëve këtu në Shqipëri nuk është fort e zakonshme. Po, çfarë pritet ndodhi? Si e gjykon ti? Çfarë sheh? Si analizon gjithë? Atëre, unë tjetër shitet media, tjetër lexon. Po pra, pavarësisht se çfarë shitet media, pavarësisht se çfarë thot qeveria, pavarësisht se çfarë thon ata të Europës, për mua është një fakt që zyrtarët e lartë europian, një pjesë e mirë e tyre, të gjendur në situatë jashtëzakonisht të vështirë, sepse atje gëllon korrupsioni, ndash pranoni ju, ndash mos e pranoni. Mediat e gjithë Europës, ata që janë me të vërtet pavarur, e din që zyrtarët më të lartë europian janë në hall të jashtëzakonshëm. Ata janë në një rënje të jashtëzakonshme diplomatike, e kupton? Ata janë në një rënje të jashtëzakonshme të drejtave të njeriut, të medias e gjithçka. Domethënë Europa nuk është me ajo që ishte. Më saktë. Dhe pikërisht këta duan të mbulojnë. Ti do thosh pse këtu? Në Shqipëri, ç'në Shqipëri? Sepse që ta dini juve, pikërisht këtu ata kanë mundësi të mbulojnë të palarat e tyre, e dyta, pikërisht nga këtu ka filluar zbulimi i palarave të tyre, nga unë. Po ti dhe jesh pjesë e kësaj?
Unë jam pjesë ku dole, unë jam pjesë e Shqipërisë, nuk dua të jem pjesë e asgjë tjetër. Unë jam pjesë e këtij populli, unë jetoj për mrekullinë në vendin tim për vete. Më shpjegosh pak këtë pjesën, unë e kam qartë se ne kemi thënë gjithmonë, por ndoshta edhe për ata që na gjën për ju nuk e keni si thuaç orientimin e dur pikërisht për ato për shkak të atyre që fshihen. Po. Domethënë, nëse ne do të marrim të shikojmë një ngjarje të caktuar, nëse nuk i kapim të gjithë elementët, koha, vendi, personazhet e tjera, qoftë edhe një të vetëm të lëm jashtë, nuk kemi fituar gjë. Nuk lidhet. Nuk lidhet gjë. Ashtu. Dhe këta, pikërisht këtë duan të bëjnë. Nëse mediat sot nuk e thon ato që them unë, dhe që kam të dokumentuar, le që them unë, se kam thënë unë gjithmonë, po tani është e dokumentuar. Nëse deri tani e kanë pasur një gjysmë arsye për tu shmangur, tashti nuk e kanë me. Jo, nuk e kanë me, po tashti shmange është vepër e pastër kriminale. Sa për djeni, në kodin penal, ashtu se edhe në kontratat që mediat e mëdha bëjnë, ato që kanë të detyruar që japin lajme dhe që kanë misione analitike dhe investigative, në rastin kur ato i shmangën një fakti të tillë, kanë kryer vepër të rënd penale. Jeni të sigurt të. Ato praktikisht marrin pjesë në grabitje me heshtjen e tyre. Atëherë, sa për djeni, siç e ka përmendur disa herë, Kodi penal në nenin 304 thotë që detyrimi për të treguar provën, do më dhenë, qoftë Altini, që është një gjysmë gazetari, qoftë një njeri, qytetar që do, gazetari plot. Mund pikpyetje më herë. Cili do qytetar, akoma më keq institucion dhe institucion që merret me thënien e së vërtetës, kur i shmanget së vërtetës ka kryer vepër penale. Neni 304 i kodit penal. Në rastin konkret, media shtohet edhe shpërdorimi i rënd i detyrës. Do më thënë, një përfaqësues media, një gazetar me emër, një pronar media që detyron gazetarët e vetë të heshtin, ka kryer një vepër të rënd penale. Dhe natyrisht, unë nuk e vë në diskutim që të gjithë ta njerëz kanë përfituar, në një mënyrë apo në tjetër. Ata janë paguar nga qeveria. Dhe ky gjysmë gazetari këtu jo. Ky gjysmë, po pse thamë gjysmë gazetari? Ironi, po puna është kush ta kapi ironinë e enjë, kjo është problemi. Kapi ata e kapi. Shqiptarët janë goxha të zgjuar. Ndërsa gjëja kryesore që duam të themi neve është se të gjithë këta njerëz, natyrisht më falni që duhet të them kështu, me larot e tyre këtu në Shqipëri, duan të mbushin mendjen shqiptarëve se duke mbushur me emigrant kanë filluar një epokë të re në zhvillimin e marrëdhënieve. Në fakt, juve gjithsekush ka mendimin e vet, po unë nuk heq dorë nga imja që qeveria italiane kërkon që të ketë sa më shumë prezencë në Shqipëri për të aneksuar Shqipërinë. Në një mënyrë apo në një tjetër ajo ka mbushur gjitha institucionet me njerëz të vet, me shqiptarë që i ka rekrutuar atje. I ka korruptuar dhe i ka rekrutuar me forma nga më ndryshme. Dhe është tipik fakti që ish drejtori i IT-s, i drejtorisë Tiranës, i policisë shtetit, është tashti në burg sepse ka zhdukur të dhenat. Do më thënë, praktikisht ai vjen nga Italia, ka qenë në burg atje, do më thënë që ata e kanë rekrutuar atje. Dhe e kanë ndihmuar pastaj që të kapin këtu majën e policisë shtetit, çdo të thotë, për çfarë kanë bërë? Për ta përdorur, po diskutohet, për çfarë kanë bërë? Do të thënë, këtu nuk është një veprimtari rastësore, që një njeri me forma të ndryshme arrin të servilose, të paguaj, të shfrytëzoj gjithçka dhe të arrijë diku. Jo, ai duket qartë që ai është ndihmuar nga shteti italian. Ka qenë në burg atje, është liruar, për çfarë? Për t'u shërbyer atyre. Por në dëm të kujt? Në dëm të shqiptarëve. Në dëm të shqiptarëve. Tani, kanë ardhur ata zotërinjt atje, emigrantët atje, po e diti se kush janë ata emigrantët që janë arratisur 15? Po, asnjë s'te për të. Prit.
Jo, edhe kanë thënë, Çfarë kanë thonë më po edhe këtë që thu ti, okay, mund flitet, por nuk flitet kështu siç e thu ti. Jo, as guxon njeri fare, sepse shteti shqiptar nuk është me shteti shqiptarëve, nuk e kuptoni juve? Domethënë ata kanë prur aty rreth 40-45 veta atje dhe 16 prej tyre nuk gjenden me. Mediat italiane ngren dyshimin se ose ata janë të tërë në burg, për shkak të përleshjeve që pati ato 2-3 ditë e para, ose ata janë aratisur. Në çdo rast, këtu kemi të bëjmë me një gjendje totalisht anormale. Nuk mundet që një veprim i tillë të ndodhi në tokë shqiptare dhe shqiptarët nuk diken asgjë dhe s'kan asnjë lloj përgjegjësie. Nuk mundet. Kjo shkelje shumë e rëndë të drejtës ndërkombëtare. Dhe natyrisht është shkelje shumë e rëndë e sovranitetit shqiptar. Dhe akoma më keq mund të jenë duke përgatitur veprime akoma më të rënda me këta që mund të jenë aratisur. Sepse ata s'kan emër. Ata nuk e jeton dot kush. Shteti shqiptar nuk vet dot dorë mbi ta. E kupton? Domethënë italianët për mendimin tim i kanë lënë qëllimisht. Qëllimisht për çfarë? Për të krijuar trazira, për të bërë vepra të rënda penale ku mund të përfshihen grabitje, vrasje etj. Gjithçka. Kjo ka ndodhur fiks në këtë kohë kur ne jemi në fushat. A ka lidhje me këtë? Po e çoj një dimension tjetër. Mund të ketë lidhje që mund të përdoret nga forcat politike. Dëgjoj këtu. Jo, kjo mund të ketë lidhje me atë që pikërisht zhurma që bëjnë politikanët shqiptar me njëri tjetrin heq vëmendjen nga ajo që ndodh atje. Domethënë, ata po shfrytëzojnë një periudhë të ngarkuar elektorale për të kryer veprime të cilat pastaj dalin jashtë vëmendjes publikut. Po, që kur ti kapim ne këta. Kur të kapësh ti, e kanë mbaruar punën ata. Tani siç kanë kaluar shumë gjëra të tjera. Tani, edhe pse ju nuk doni ta pranoni, ardhja e këtyre liderëve evropian këtu në këtë vend të mbuluar me krime me korrupsion shtetëror, është jashtëzakonisht domethënëse. Që do të thotë, liderët evropian këtu në Shqipëri po mbështesin rrymën e krimit dhe të korrupsionit shtetëror. Mos e vini fare Është aprovim, kjo nuk diskutohet. Në rast të kundër, një njeri me të vërtet me vlera të ligjit dhe të si ta themi Europa krenohet, që është maja e vlerave njerëzore, shtetërore, çfarë duash ti. Dhe ardhja këtu, puthja e përqafime me njerëzit më të korruptuar të Europës, çfarë do të thotë? Ata janë bashkë në korrupsion, janë bashkë në krim, mos e vini në diskutim. Shikoni që bëhet në për Europë. Shikoni që bëjnë europianët, qytetarët europianë, analistët europianë. Ata e din që nga maja e Brukselit nuk ka asnjë përgjigje për problemet më të rënda që ka populli evropian. Ata i shmangen njësoj si prokuror të shmangen ty, ashtu shmangen ata atje. Se kanë problem fare. Parati marrin të majme fare, gjithse cili prej tyre marrin nga të paktën 30.000 euro në muaj. Po mirë, duke parë se Europa është në këtë derxhe, në këtë pikë, pse ne synojmë dhe duam? Se jeni budallënjë. Qa do të ta zbukuroj qikun? E thash qik fort? Jo dhe që fort se nuk... Po qa është kjo? Ata vete po ikin nga tëra, po duan të ikin nga NATO, po duan të ikin nga Europa. Po duan të ndanë. Dhe kjo është një gjë që unë e kam paralajmëruar që para 15-16 vjetësh. E kuptoni ju apo jo? Do të vinte se s'bën, sepse ata kanë rënuar vlerat, pikërisht vlerat. Domethënë, nëse në një vend ka një ligj, gjendet një fajtor, por nuk ndëshkohet, faji bëhet akoma më i rëndë. Faji masivizohet. Tani Shqipërisë intereson më shumë Europa apo Europës intereson më shumë Shqipëria? Europës intereson më shumë Shqipëria. Jo Europës. Këtyre që po vinë këtu. Këtyre pra që këto që kanë dorë Europën. Këtyre europianëve që po vinë këtu ju intereson Shqipëria. Intereson Shqipëria. Dhe Shqipërisë nuk i intereson as pak kjo lloj vizite kështu. Fare. Pra është e dëmshme që ta them edhe për ta përmbyllur gjithë që po bëjnë gjithë organizim. Ti ndajmë gjërat. Nuk është e dëmshme afrimiteti midis Shqipërisë dhe domethënë popullit shqiptar dhe popujve evropian, por është e dëmshme që është një dëm i jashtëzakonshëm që ju bëhet si shqiptarëve, ashtu dhe europianëve nga klasat sunduese.
nga pushtetarët nga si europianë, si pushtetarët, të Shqipërisë. si pushtetarët europianë dhe të Shqipërisë. Ata lozin. Krimet që i bëjnë këtu i fshejnë andej, ata që bëjnë krimet andej i fshejnë këtu. Tani më thuaj pak çfarë do i shesin shqiptarëve këta, pra media dhe këta vetë. Çfarë do i thonë shqiptarëve? Se shqiptarët do ta presin këtë të thonë, "O, eveniment madhështor." Ti do kështu qartë, ç'a do i shesin? Pordë, ç'a do i shesin? Pordë, Po ç'a kemi qef për pordë, Po ne, ç'a na pëlqen Po pordë, ç'a s'ka tjetër? mundësi. Ç'a preti tjetër? Ja? Po që është kulme buri dhe qeveria ka 3 çerekun e njerëzve të saj në burg apo në hetim për krime të tmerrshme. Për fushatën s'kam pyet fare. Po është kulmi arti qënë që një njeri që ka bërë maja me krime tash hyn e del do bëhem unë se më duan në Amerikë, jam heroj. Po që jeni në Tereziu apo jo? Po për te kontratën 6 milionë euro. Njësoj është e buri dhe nuk ndryshon asgjë, ai që ka qenë ai është. Qa do që nëzini tepër ju, qa do që delësot. Asgjë më pak ose më shumë si sa ai tjetri që është Asgjë më pak, njësoj janë ata, njësoj. Dhe janë njësoj pikërisht për shkak të këtyre që po vinë këtu. Janë lidhur fort me to. Po pra janë njësoj, edhe njëre u themi, ata kanë një hall të jashtëzakonshëm, ata kanë bërë krime atje. Janë në majën e korrupsionit dhe ç'a bëjnë? Ato parat e fshehura apo të vjedhura andej, apo të vjedhura këtu, i fshejnë këtu. Këta këte i fshejnë andej dhe vinë pasaj pudhen e përqafojnë këtu edhe sa shumë e duam ne popullin shqiptar. E një, s'të kam pyet fare për fushatën, s'të rëm fare të diskutojmë kush nga partitë ose politikanët me projektet ose planet që kanë prezantuar të duket më afër teje dhe afër popullit. Më afër meje, asnjëri. Asnjëri. Po asnjëri ç'a flisni Ku kod duket ju. niveli i këtyre kandidatëve? Si ka parë fare unë. Si shef fare, jashtë. Po nuk i shikoj, e di pse nuk i shikoj sepse Sepse rënë shëndetin, ë? sepse unë njoh prej kohësh, nuk është se e njeh sot. Ka njeri që se njeh Edi Ramën me shok? Ka njeri që se njeh Sali Berishën me shok? Si e shetë nesër pas këtyre zgjedhjeve, pas kryeministrit që do. Atëre edhe njerë. Nuk ka asnjë gjë për të parë, sepse është tashmë e parë. Pyetni në njeri, ka në një prej tyre që të jetë kundra mënyrës se si po menaxhohet sot Europa? Pyetni nga këta. Rama Berisha, Luli, tjetri. Pyetni në njeri, ka në një që thotë jo? Nëse ka, atëre flasim. Atëre ata janë në një linjë me mua. Sot ata s'janë asnjëri në linjë me mua. Bile prandaj Kushtojmë më shumë tek ata. Nga ata. Kushtot që i kam unë Po. Ndërsa unë nuk jam dakord me linjën e politikës dhe jam shumë i keqardhur që popujt europian po vuajnë nga kjo klasë, ashtu si shqiptarët po vuajnë nga kjo klasë. Ka që thjesht është. E të falenderoj. Gjithashtu. Miq, ju përshëndesim, vazhdoni të na ndiqni me detaje. Me detaje, ndiqeni mirë, mos u merrni me vogëlsira, me frazat vogla, ndiqeni. Edhe një herë Altini do t'ju bëj prezent atë përgjigjen që ka marrë nga sekretarja për marrëdhënie me publikun e prokurorisë, ku thuhet që kërkesa juaj për të marrë intervistë disa përgjigje. Sjarim për gjithë ato pretendime që kanë ngritur gjithmonë. Ajo thotë që është refuzuar kërkesa jote. Mos harroni, një refuzim për të bërë transparencë në fakt është një përgjigje. Patjetër. Qofshi mirë.